Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdërojmë qëmë salavat dhe selam me pejgamberit e tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, pra siç e keni parasysh, sot nuk është një ditë e zakonshme, pra është një ditë me cilën po e përmbyllim këtë udhëtim shpirtëror, pra po e përmbyllim edhe muajin e bekuar të Ramazanit. E neve, krahas shumë veprave të cilat i kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar, kemi ecur së bashku edhe në këtë seri të ligjëratave me të cilat jemi shoqëruar çdo ditë. Erdhi një njeri me ngjarjen apo me hadithet të cilat kanë këtë kontekst, erdhi një njeri, pra kemi parë se si njerëz të ndryshëm, pyetje të ndryshme, halle të ndryshme, por të gjitha këto me një qëllim që të arrijmë që nëpërmjet këtyre ngjarjeve dhe ndodhive që ju kanë bë këtyre sahabëve, shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, t'i dëgjojmë edhe të jenë edhe udhëzim edhe për neve në jetën tonë të përditshme. E sot, pra, që thamë, është dita e fundit dhe gjithashtu edhe është dersi apo ngjarja e fundit nga kjo seri e ligjëratave erdhi një njeri, jo se kanë përfunduar hadithet, për arsye se kemi edhe hadithe tjera të ndryshme, të cilat e kanë këtë kontekst, pra erdhi një njeri, mirë po, për shkak se po përmbyllet muaji i Ramazanit, ne do ta përmbyllim edhe këtë seri të ligjëratave me këtë titull, e inshallah ndoshta ndonjë rast, ndonjë rrethon tjetër do të vazhdojmë nëse Allahu na jap sukses edhe ymër që ti përcjellim edhe hadithe tjera të cilat të flasin edhe kanë të bëjnë me këtë kontekst. Pikrisht masi jem në fund, sot kam zgjedh një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është pak ma ndryshe. Përderisa në hadithet tjera apo hadithet e mëhershme që kemi shpjegu se si njerëzit vinin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose me pyet për ndonjë çështje të fesë, për me mësu, ose për me bën ndonjë zgjidhje për ndonjë hall apo dert që kishin. Sot personi i cili vjen nuk vjen me këtë synim, nuk vjen as me bë pyetje te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as nuk kishte dert, po do i keme bë marrëveshje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një transakcion, një shitblerje me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një tregti, por jo një tregti të zakonshme, një tregti pak ma e veçantë, një marrëveshje e cila e realizon vetëm ai i cili i sheh gjërat jashtë kësaj bote. Prandaj në këtë ngjarje kemi një marrëveshje tregtare që bëhet mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe këtij sahabiu, po faktikisht ajo që shitet është diçka e kësaj dynjaje, po ajo që ka blihet nuk është e kësaj dynjaje, është do thotë e botës tjetër. Prandaj po vazhdojmë tutje më një herë ta shpjegojmë ngjarjen. Ngjarja është kështu, Enes ibn Maliku tregon në këtë hadith se një njeri i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguar i Zotit, thot jam duke e rregullu murin e kopshtin që e ka pas atfar. Ne kur themi kopsht na shkon mendja një lloj diçka e zbukuruar, po kopshti është për qëllim si një lloj plantacioni të palma ku ka krahas hurmeve të shumta, pra pemë të hurmeve të shumta, dhe ka shumë gjana me cilat njeriu jo vetëm rrin pushon aty, po e siguron edhe jetën në këtë dynja. Pra gjatë të verës, atë që e merr frutat e asaj atyre pemëve, pra i shfrytëzon edhe gjatë dimrit, pra është do thotë një burim shumë i rëndësishëm për atë kohë kush kishte do thotë asë lloj kopshte. Edhe ky sahabiu që e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam apo i kërkon një ndihmes, ishte se në disa transmetime, në disa ulema e kanë bërë komentimin se ka qenë jetim. Pra nuk ka qenë
një njeri pra ingrat, jo që ka pas shumë ndonjë personalitet apo diçka, prandaj edhe vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe i thot, i dërgumi i Zotit thot, jam duke rregullu murin e qëtij kopshti. Edhe tash një pallë që është e kojshis ka met në megje. Pra sikur se ka ardhur në anën e këtij pronarit. E thot, a mundesh mi thon atina që më avon çat palme që ta drejtoj murin, mos ta dredhoj murin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse që e kemi pa në shumë raste, ku ka mujt me ndërmjetësu edhe me ba mirë, nuk ka nguru. Edhe ka shku te ky personi, te pronari i palmës, edhe i ka thonë, apo ja len këtë palme këtij njeriu që ta drejtoj murin. Edhe ai fillimisht ka refuzu, ka hezitu. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me nxit i ka thonë, apo ja lën palmën e unë ta premtoj një palme në xhenet. Një palme në xhenet, domthonjë një pemë të purmës kimë marr në xhenet. Nëse ti ja jep këtina këtë palme në këtë dynjë. Edhe çka u mërmendja, çfarë ndodhi? Edhe ky e shikon, po nuk pranon, refuzon. E refuzon edhe këtë ofertë. Nuk është punë e vogël, po e refuzon këtë ofertë. Mundën me kanë arsye, tash e kem përmendur në raste tjera, ka herë kojshia me kojshin kur krijohet një lloj armiqësie, një lloj zilie, një lloj ndoshta e ka pengu, edhe Allahu ja ka, domthonjë që ky mllef, që kjo zili e ka bërë që ti mshelen syt edhe mos të kuptoj që vërtet kjo nuk është punë e vogël. Domthonjë një palmë ti më dhon këtë dynjë, me pas një palmë në xhenet, në atë palmë për me marr ti, do të më kon xhenetli, për me marr pe të mirave të asaj, do të më kon xhenetli. Që në fakt mu bë xhenetli me një palmë që e jap në këtë dynjë nuk është punë e vogël. Megjithatë, çu tham ajo zilia, ndoshta inati, ndoshta edhe i mashtrum mas pasurive të kësaj dynjaje, nuk i ka bë përshtypje dhe e ka refuzu ofertën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk vazhdon tutje, s'po don edhe mbet aty. Po çfarë ndodh në ato momente qëndron, domthonë në këtë ngjarje ishte edhe një njeri që e ka pas emrin Ebu Dahdah. Kështu pra i kanë thonë, Ebu Dahdah. Kështu e ka pas kunjen, pra e kanë thirr babai i Dahdahit. Çashtu arabët e kanë pas tradit, nuk i kanë thirr njerëzit me emra, po i kanë thirr me emrat e fëmijëve tyne, babai i filanit, tjetrit e kështu me radhë. Pra kjo është tradit ende vazhdon tek ata. Pra Ebu Dahdah e ka pas emrin. Ky kur e ka pa këtë ngjarje që ka ndodhur, çfarë bëri? Shkoj te ky pronari i palmës. Po nuk shkoj me qortu, as nuk shkoj me thonë çka je tu baje në vete, edhe i thot me një herë këtina, thot apo ma shet që të palme me kopshtin tem që e kom në Medine. Ky Ebu Dahdahi e ka pas një kopsht, domthonjë një kopsht me palme, me qindra palme e njohur tek Medinalit, për arsye se i ka pas, ju e keni parasysh, dallon bashja prej bashjes. E ka pas shumë të veçantë, të rrituna palmet dhe me marrë të mirat shumëta, shumë i njohur ka qenë palma e tij, ajo bashja e tij, kopshti i tij. Prandaj ky ja bën ofertën, thot apo ma shet që të palme që e ki që tu në megje, që pra për cilën ishte konflikti me kopshtin komplet që e kam une në Medine, edhe e dinte ai për cilën kopsht po bëhet fjalë. Edhe ky lakmon, pronari palmës lakmon, thot po ta shes, qysh jo, me një bashkë të tërë, vetëm një pemë, po thot me një herë ta shes. Edhe ky thot u kry pra, e bleva, edhe e bënën marrëveshje. Se e bënën marrëveshje, u kry shitblerja, tash ky erdhi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i tha, oj dërgumi i Zotit, thot qatë palmën për cilën ka refuzu ai me shit, mja dhon me një palmë në xhenet, thot e kum bleun e pejtina me kopshtin tem që e kam, edhe une po ta dha ty. Po ta dha ty, ti jepja ati personi tjetër. Edhe pra jo një palmë me një palmë, po një palmë me xhenet. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur kupton çka ka bë,
edhe çfarë transaksioni, me thonë çfarë shitblerje i ka thonë sa shumë palma të mbushura me frute ka për Ebu Dahdahun në xhennet. Me një fjalë që të shitblerje që e ka bë që jo me fitu një palmë në xhennet, po palmat shumëta me frute, me kofe të shumëta në xhennet kam i fitu Ebu Dahdahi. Edhe këtë po thot transmetuesi Enes ibn Maliku e ka përsërit disa herë. Sa shumë fruta ka me pas Ebu Dahdahi në xhennet, sa shumë palma, do thot me fruta ka me pas në xhennet. Kështu e ka thonë disa herë që me i tregu që e fitove xhennetin me këtë akt edhe me këtë veprim. Dhe ngjarja nuk përfundon këtu. Bëhet edhe më interesante vëllezër të nderuar. Çfarë ndodh? Ebu Dahdahi mas e ka ba shitblerjen, e ka fitu xhenetin me atë palmën në xhennet, e ka shit, edhe tash në ato momente që e ka ba shitblerjen, gruaja e Ebu Dahdahit me fëmijët e saj ishin kopsht, tu nejt, edhe tu hangër, edhe tu kalu kohë aty, të vënë kopshtin e tyne. Edhe tash Ebu Dahdahi po shkon mi marr fëmijët, edhe gruan me marr pej atij vendi se e kanë shit. Edhe tash kur afrohet, nuk hin mrena Ebu Dahdahin në kopsht. Pse nuk hin? Nuk është mu e tina. Pra ka heq dorë, nuk thot hajt po hi edhe njëherë pi marë, jo, nuk afrohet mu të kopshti. Edhe thret prej rrugës, i thot, ja umë Dahdah, e thirë nanën e Dahdahit, do dhe grune e tina, thot, dil, merri fëmijët edhe dil pej kopshtit, se e kum shit kopshti, nuk është mu i joni. Edhe ajo gruaja çuditet, thot qysh e ke shit, kusht ka thona, a e ke pas, se ka ditë që o kon shitja, diçka, edhe thot qysh e ke shit, kur e ke shit? Thot e kum shit, ja kum shit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me një palmë në xhennet. Edhe kur e dëgjon se çfarë ka ndodhur, edhe me çka e ka shit, atë thot Rabbi hal bai'u ya Aba Dahdah. Sa fitim të madh pas ke ba me këtë shitblerje, o Ebu Dahdah, gëzohet shumë edhe gruaja, i merr fëmijët edhe dalin me njëherë. Bile disa thojnë në përshkrim, thojnë ajo djali i tyne i ka pas 3-4 hurme në dorë. A i keni parasysh, tash njeri të hangër fëmija, zakonisht ma në dorë të hangër, edhe ajo nana e tyne tu dal pej kopshtit, ja hjek ato hurme s'pej dorë. Thot lej ato se nuk jenë më tonat. E ka shit baba ju, edhe ja lendë të hurme dhe aty në bashe, edhe dalin të gëzum të gjithë, për këtë veprim edhe për këtë ngjarje që ka ndodhur. Pra, vërtet kjo ngjarje, që shtam pak më herët, nuk është që ka ardhur te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për me pyet diçka apo një dert, po ka ardhur e ka shfrytzuar situatën edhe e ka arrit xhenetin edhe e ka ble pra xhenetin me një pasuri të kësaj dynjaje. Prandaj vërtet vëllezër të nderuar, ky hadith është me të vërtet për me kuptu edhe për mu thellu edhe me meditu rreth kësaj ngjarje në përgjithësi, për arsye se nuk është pra vetëm një histori e thjeshtë që na po e përcjellim, po është një histori që fillimisht po i tregon dy lloje të njerëzve. Njëri çka e ka pa tokën, e ka pa palmën, e ka pa do thot të mirat e kësaj dynjaje, edhe nuk e ka pa xhenetin. Nuk ka menu për atë që ka është e përhershme, për një kënaqësi edhe për një pasuri të kësaj dynjaje. Edhe tjetri, Ebu Dahdahi, ka këshyrë me tjetër sy. Pra, për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka thënë atij me një palmë në xhennet, nuk është që ka qenë e veçantë, po ka qenë një ofertë e hapur, po ai nuk i ka bërë përshtypje. Në anën tjetër e shohim pra Ebu Dahdahi ndryshe. Ai nuk e morri ofertin apo këtë ngjarje vetëm si informacion, po çka e pa si mundësi të veten. Edhe me njëherë e ka mendu, tash une, masi ai po refuzon edhe s'po don me realizu këtë shitblerje, pse une se blekët? Pse une nuk e realizoj edhe me fitu xhenetin, masi ai nuk pedon. Edhe çka e ka shfrytzuar situatën edhe momentin, nuk hyrin debat. Ose çka mu mas shumë të më bën përshtypje, e ka rreziku kjo situatën, se ka mujt një herë me shku te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mi thonë, oj dërguar i Zotit, a vlen kjo ofertë për krejt neve, apo vetëm është për këtë njeri, do mu siguru, jo, ka rreziku për arsye se shitblera çështu është, rrezikim, e shfrytëzon situatën edhe e realizon tregtin.
po me njëherë ka shku te ai edhe ka bë tregtin. Edhe ka mundësi ti sharte pejgamberit sallallahu ka pas mundësi pejgamberi sallallahu mi thonë jo, kjo ka qenë e veçantë vetëm për ata, nuk ka qenë vetëm edhe për këtë njerëzit tjerë. Po çka e ka rreziku veten e tij, edhe pasurinë e tij, edhe kupshtin e tij, edhe prandaj edhe Allahu i Madhërisht e shpërbleu me këtë rrezikim edhe me këtë rrezik të cilën rrezik që e morri edhe u shpërbly pra me këtë xhennet edhe me këtë palmë në xhennet. Prandaj është shumë e rëndësishme me e kuptu njeriu kajhere në situata dhe rrethana ndryshme, a jem në personazhin e të parit, që është ai i cili refuzoi xhennetin për një kënaqësi të kësaj dynjaje, apo jemi në personazhin e dytë të këtij Abu Dahdahit, që lajm diçka prej të mirave të kësaj dynjaje, po si këmbim e kena xhenetin e Allahut Madhërisht, pasuria dhe përjetimin i cilit është i përjetshëm. Kjo është e para. E dyta, një dimension tjetër i kësaj ngjarje, pra po e shohim se si nuk hezitoj dhe nuk menoj ky njeri, po Abu Dahdahi me thon ka dale a është, a s'është, a është e drejtë, a s'është e drejtë, ka mujt me shty për shembull 2-3 ditë ose diçka tjetër. Jo, çatu për çatu. Çatu për çatu, prandaj nga një herë mirësit janë shanse. Nëse ti nuk i shfrytëzon, atëherë ose mund të më shfrytëzoj dikush tjetër ose kalon ajo kohë. Kalon ajo kohë edhe jetë pa e shfrytëzu atë shansë edhe pa e fitu atë që ke mujt me fitu. Pastaj një nga dobi tjera që gjithashtu është e rëndësishme edhe kjo, është se po e shohim vëllezër të nderuar ato që e përmenda pak më herët, gruaja e këtij njeriu. Po e shohim që nuk ka hezitu as ajo, as nuk ka thonë qysh, ose ka dal, ose na po jesëm keq, çka me bo na, jo, kur e ka kuptu çka është fitimi real, nuk e ka bë dert, a kanë me hjek në këtë dynjë, a kanë me pas qa me hongër, a kanë me pas qa me bë, jo, nuk i ka pa për shtypje, për arsye se fitimi është jashtëzakonshëm. Fitimi është jashtëzakonshëm me xhennet, me një palmë në xhennet nuk është punë e vogël. Prandaj edhe gruaja e tij o gëzu njëjtë sikurse Abu Dahdai edhe nuk ka hezitu. Prandaj ka herë shpesh herë na ndikon neve, nga një herë kur dojmë me bën ndoshta diçka të mirë apo diçka na pengon ose vllau ose dikush që është i afërm ose kolegët ose familjarët ose diçka, jo mos u gut ka dale prit, jo kështu. Pra shumë është e rëndësishme edhe me pas ambientin që të përkrahin për punë të mira, sikurse që në këtë rast këtë person e ka përkrah gruaja e vete edhe në këtë realizim edhe në këtë shitblerje që e ka bë, edhe e fundit që është shumë e rëndësishme secili prej neve vëllezër të nderuar, as edhe unë te ai tjetri, secili e kena një palmë, diçka të palmë, po them diçka të pasun në dorë. Mundet me kanë tokë, mundet me kanë ai kert mirë, mundet me qenë diçka, një pasuni ose pozit, ose diçka që e vlerësojmë shumë, do thotë e dojmë shumë këtë dynjë, e kemi do thotë shumë për zemër. E sa jem gatshëm me dhon atë, apo me dhon diçka prej asaj për një këmbim edhe për një fitim shumë më të madh tek Allahu i Madhërisht nesër kur dalim para tij. Prandaj vërtet është mirë me e mendu edhe me e sprovu veten tane, a jem të gatshëm me dhon ato që e dojmë shumë për hir të Zotit, e Allahu i Madhërisht më na kompenzu me të mira të shumta, e vërtet Zoti i Madhërisht e din çka ka njëri në zemrën e tij, secili prej neve, e Allahu i Madhërisht na bëft nga ata të cilët vërtet na e largojnë lakmin, na e largon pra lakmin e tepërt në këtë dynjë, edhe na bën nga ata të cilët vërtet nuk hezitojmë me dhanë, me sakrifiku edhe me ju ndihmu të tjerëve, vetëm me arrit kënaqësinë e Allahut Madhërisht, edhe si rezultat i kësaj edhe me arrit xhenetin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.